Moti i keq ka për të papërgatitur një pjesë të konsiderueshme të strukturave në bashkitë e vendit, por edhe e qeverinë, megjithëse prej disa ditësh paralajmëroi se vendi do të përfshihej nga moti i keq, me rreshje intensive në disa nga qytetet e vendit, duket se këto paralajmërime kanë rënë në vesh të shurdhët. Gjithsesi, Komiteti i Emergjencave Civile është thirrur në një mbledhje nga Ministri i Mbrojtjes, ndoshta për të bërë një bilanc të situatës dhe asaj që pritet në orët në vijim. Në Lezhë dhe Shkodër, sipas të dhënave zyrtare, është regjistruar edhe niveli më i lartë i rreshjeve, 105 mm, por Durrësi është një nga qytetet më të prekura, ku rregullat janë shndërruar në përrenj, ndërsa janë përmbytur edhe banesa. Si pasojë e motit të keq në Durrës, është marrë vendimi për pezullimin e mësimit, ndërsa qyteti bregdetar sot mund të krahasohet me Shkodrën e dikurshme, e cila kthehej në një Venecia, sa herë që kishte rreshje të shumta dhe hapeshin portat e kaskadës së eceve mbi Drin. Nga të dhënat paraprake mësohet se nga të paktën 2 qarqe, Durrësi dhe Shkodra, ka pasur evakuime të disa familjeve për shkak të përmbytjeve që janë shkaktuar si pasojë e motit të keq. Ndërkohë, probleme janë krijuar në qarkullimin e mjeteve në disa akse rrugore, si pasojë e rreshjeve, ka patur rrëshqitje inertesh dhe gurësh në disa akse, ndërsa në të tjera për shkak të prezencës së ujit ka probleme në qarkullim. Gjatë ditës, policia e shtetit njoftoi për devijimin e trafikut të mjeteve në rrugën Tiranë-Durrës për shkak të pranisë së lartë të ujit në këtë segment rrugor. Në qarkun Gjirokastër ka rreshje shiu dhe erëra të forta në të gjithë qarkun. Gjithashtu ka probleme në aksin Tepelen-Gjirokastër për shkak të rënies së inerteve dhe qarkullime një kalim. Në qarkun Vlorë ka rreshje shiu me intensitet të ulët dhe erëra. Janë shfaqur probleme të përkohshme me energjinë elektrike në Bashkim Finiq dhe disa zona periferike të Vlorës. Furnizimi me ujë të pijshëm dhe situata hidrike janë normale. Në qarkun Kukës, rreshjet e shiut me intensitet të lartë në të gjithë territorin. Akset nacionale janë të qarkullueshme. Durrësi është qarku më i prekur nga rreshjet e fundit, edhe pse referuar informacioneve zyrtare, nuk është qarku që ka patur nivelin më të lartë të rreshjeve. Gjithsesi, qyteti i Durrësit dhe zonat përreth kanë përjetuar ndoshta një nga situatat më alarmante. Ajo që bie në sy është fakti se pothuajse të gjitha kanalet kulluese kanë qenë jashtë funksionit, të paktën në zonat që rrugët janë kthyer në përrenj, duke përmbytur edhe biznese. Moti i keq ka shkaktuar probleme edhe në qarkun e Lezhës, ku sipas raportimeve mësimi është pezulluar në 2 shkolla, sipas shifrave zyrtare, si pasojë e rreshjeve të shumta. Në pothuajse 20% të territorit të bashkisë së Lezhës ka prezencë uji, ndërkohë që nuk dihet se sa hektar tokë bujqësore janë në ujë. Lezhë është qarku që sipas të dhënave zyrtare ka patur sasinë më të madhe të rreshjeve. Qarku i Shkodrës është gjithashtu i prekur nga moti i keq, ndërsa 15 familje janë evakuar nga malësia e madhe për shkak të përmbytjeve. Në një njoftim të prefekturës Shkodër lidhur me situatën nga moti i keq, bëhet me dije se hidrovorët furnizohen pa ndërprerje me energji elektrike. Fshati Flag vijon të jetë i bllokuar si pasojë e prurjeve të përrojit, ndërsa raportohen probleme me furnizimin me energji elektrike në disa zona të bashkisë Malësie e Madhe, konkretisht në Kelmend dhe Shkrel.